Sot në mbarvendin maturantët i kanë dhënë fund emocioneve të provimeve të maturës shtetërore 2025. Ata ju nënshtruan provimit të lëndës me zgjedhje, ashtu siç e kishin përcaktuar në formularin A1Z. Në fund të provimit, i cili zgjati 2 orë 30 minuta, ata u shprehën mbi nivelin e vështirësisë së testit, por edhe synimet që kanë për të vazhduar studimet e larta. Cilën lëndë? Psikologji qytetari. Si ishte testi? Shumë normal. Pse zgjodhe këtë lëndë? Për shkak se ishte një lëndë që unë e dija shumë mirë dhe për shkak se arrit që ato që dua të studiojnë në universitet përkërkojnë këtë lëndë. Çfarë do studiosh? Çfarë mendon? Unë mendoj ose për psikolog ose për infermieri. Si ishte testi? Ishte goxha e vështirë. Po pse dhat psikologjim? Pse keni zgjedhur këtë? Çfarë mendoni se do studioni? Menduam se mund të vazhdojmë për këtë lëndë, domethënë. Vazhdojmë në degët e kësaj. Po që e vështirë goxha. Që e vështirë. Nga gjitha provimet, këtë duk më i vështirë? Jo, i matematikës jam i vështirë. Cilin provim dhatë sot? Të gjeografisë. Ishte shumë mirë, i kishim bërë ato mësime, përgatitja e mësuesve ishte shumë e rregullt, edhe të gjithë ishin okej. Sot testova në lëndën gjeografi, testi që shumë i lehtë, nuk ka asnjë probleme. Eci shumë mirë procedura. Ku mendon të shkosh në shkollë të lartë? Dua të bëj parashkollorin. Ndryshe nga provimet e mëparshme, në provimin e lëndës me zgjedhje, pjesëmarrja ishte më e lartë, nga 301 kishte shkuar në 328, çka do të thotë se 27 rinj i përkisnin maturave të kaluara. Hyrja e tyre në këtë provim tregon se ata janë pretendent për shkollë të lartë. Në Gjirokastër ky provim u administrua në 3 qendra, 2 të vendosura në gjimnazin Asim Zeneli dhe 1 në palestrën e shkollës nëntëvjeçare Koto Hoxhi.